kur në Shqipëri, kur Shqipëria nuk është qeverisur nga politikan që nuk e shikojnë politikën si zgjidhje të problemeve të tyre. Është ere parë që ndodh. Dhe pavarësisht çfarë thonë të gjithë, pavarësisht çfarë thonë, jo vetëm kundërshtarët tonë politik, që është normale që do ju thonë qytetarëve që nuk mund të shojë asgjë në Shqipëri, që përveç partive të vjetra nuk ka alternativa dhe s'mund të ketë kur alternativa. Por këtu kemi edhe një pjesë të madhe të atyre që opinionbërësve që i thonë shoqërisë mos të shojnë nga e ardhmja, që nuk ka të ardhme dhe sipas tyre nuk e di se si mund ta thonë një gjë të tillë. Por me pak fjalë të gjithë kemi kuptuar që i kemi të gjithë kundër, por kjo nuk na tremb. Kjo na tregon që jemi në rrugën e duhur, jemi në drejtimin e duhur. Duhet thjesht mos dorëzohemi, duhet thjesht të ngulim këmbë. Të gjithë atyre që thonë që nuk kemi për t'ia dalë, përgjigja jonë është ju vazhdoni sepse ne nuk dorëzohemi. Ne nuk dorëzohemi. Kjo është gjë e dur dhe nuk na ndaloni dot. Do jemi gjithmonë më shumë. E kam thënë dhe përsëris, ky është një projekt afatgjat. Ky është vetëm fillimi. Ne nuk ndalemi. Tani, për të parë diferencën midis nesh edhe atyre. Këtu jemi në një nga qytetet ku bujqësia është shumë e rëndësishme. Po dëgjoja sot Edi Rama tha, ju fliste për agrobiznesin, agroturizmin. Ju thoshte që Europë do të thot para. Do të thot që Europa do na japi para. Nuk ka shembull më të mirë për të shpjeguar mentalitetin e tyre, vjedhjet e tyre, modelin e korrupsionit që ata kanë ngritur, se sa çfarë është bërë me paratë e Bashkimit Evropian që duhet shkonin tek fermerët. E dini apo jo? Ishin parashikuar 130 milion euro. 130 milion euro. Për këto para fliste Edi Rama sot në mëngjes dhe u thoshte fermerëve, para, do vim para nga Europa. Po parat nga Europa erdhën në fakt. Erdhi kësti i parë, erdhën 30 milion euro. Dhe ku vajtën? Vajtën në xhepat e tyre. I ndan, i morën kryetarët e bashkive, familjarët e tyre, familjarët e ministrave, familjarët e deputetëve, i morën për veten e tyre. Nuk ka shembull më të mirë se si ata janë aty për veten e tyre, për të pasuruar ata. Nuk ka shembull më të mirë. I morën dhe i vodhën. Këtë bën. Dhe çfarë bëri Bashkimi Evropian? I tha, jo, po ne nuk u dham që të merrit ju. E ti vidhnit. Dhe 100 milion tjetër që duhet të dërgonin, nuk e disbursuan. Shumë e thjesht. Është shumë e thjesht. Duan thjesht të vjedhin, e kanë treguar. E kanë treguar. Tani kohët e fundit me keni parë që unë nuk jam marrë, se kam folur mjaftueshëm për korrupsionin, për vjedhjet, për skandalet në parlament. Dhe kam vendosur që mos të përqendrohem më tek vjedhjet, por të flas për të ardhmen. Dhe që të flas për atë që ne na dallon nga të gjithë të tjerët. Kush janë alternativat e tjera? Alternativat e tjera ju premtojnë shqiptarëve që kur të vënë ata në pushtet, do marrin taksat e shqiptarëve dhe këto taksa do i kthejnë në shërbime. 8.2 miliard është buxheti i shtetit shqiptar. 8.2 miliard që ata marrin dhe pastaj nëpërmjet një administrate të fryrë me militant që marrin rrogën administrat, por në fakt punojnë për Partinë Socialiste, nëpërmjet korrupsionit, nëpërmjet ortakëve të tyre oligark, ato 8.2 miliard kthehen në një arsim skandaloz, në një shëndetësi që siç e dini vetëm falas nuk është, dhe në shërbime shumë pak cilësore për qytetarët shqiptarë. Kjo është ajo që bëjmë. Këtë pretendojnë dhe këtë ofrojnë të gjitha partitë e tjera, si të rejat dhe të vjetrat. Janë njerëz që nuk e din se çfarë është puna. Nuk e din, nuk kanë punuar ndonjëherë në privat. Secili prej jush këtu ose është sipërmarrës, ose punon në një sipërmarrje private.
Dhe e di shumë mirë se si fitojnë parat. Dhe e di shumë mirë se si paguajnë taksat, se si nxirren parat për të paguar taksat. Ata nuk e din. Ata mendojnë që 1 milion euro, 10 milion euro, 100 milion euro janë një shifër. Nuk e din se çfarë do të thotë. Dhe thonë, ama pse çka ka të keqe? 10 milion aty, 100 milion aty, shpërdorim, korrupsion. Ne jemi të vetmit që kemi bërë të njëjtin rrugtim që keni bërë ju. Ne jemi të vetmit që e dim se çfarë do të thotë të nxjerrësh parat që duhen për të paguar rrogat, për të paguar taksat, për të paguar fornitorët. Ne jemi të vetmit. Dhe pikërisht sepse jemi të vetmit, vizioni ynë është totalisht ndryshe nga gjithë të tjerët. Ne themi që nuk duhet të marrim më pak para nga xhepat e qytetarëve. Ne themi që qytetarët shqiptar janë shumë herë më të aftë dhe më të zotë që t'i përdorin ato para për të mirën e familjeve të tyre, e fëmijëve të tyre. Ne themi që duhet të marrim më pak para. Duhet ju marrim më pak para si përmarrësve, sepse ato para që ne nuk ju marrim, duke ulur taksat, nuk i bëjnë rushekumlla, nuk vjen e blejnë benzin e fundit, por i investojnë dhe rrisin bizneset e tyre, shtojnë punësimin, rriten rrogat, rritet ekonomia. Kjo është diferenca që ne kemi në raport me ata. Ne jemi të vetmit që themi që nga ato 8.2 miliardë euro, ne mund të kursejmë të paktën 1 miliard, dhe këtë miliard mund t'u lëm qytetarëve në xhepat e tyre. Të gjithëve. Nuk ka mënyrë më të mirë për të ndihmuar qytetarët dhe për t'i mbështetur ata, se sa t'ju lësh parat në xhepat e tyre. Këto janë para. Dhe paraja më e sigurt dhe me efektin më të mirë është paraja që nuk del kur nga xhepi i qytetarëve. Sepse në momenti që del nga xhepi i qytetarëve dhe shkon në duart, nuk po flas në xhepat, po në duart e ministrave të Ramës dhe Edi Ramës, ne e dim se si përfundon. Përfundon në xhepat e tyre. Kjo ka ndodhur këto 34 vjet. Shteti shqiptar ka qenë pengesa më e madhe për qytetarët shqiptar. Dhe çdo gjë që ne shohim, edhe këtu në Berat, çdo përmirësim nuk është fal qeverisë, është fal punës së qytetarëve, punës së tyre. Dhe nëse shteti shqiptar nuk do kishte penguar, ata do kishin punuar shumë më shumë, do kishin arritur rezultate shumë më të larta. Dhe vëllezërit tanë, motrat tona, fëmijët tanë nuk do iknin nga Shqipëria, po do jetonin këtu, do vazhdonin të jetonin këtu. Pse mos të jetojnë në Berat? Jo se unë kam një IMM është nga Berati, po është nga qytetet më të bukura, do thosha, jo vetëm në Shqipëri, por në rajon. Shikojeni, sa po hyn në Berat, habitesh. Është një qytet i mrekullueshëm. Pse duhet të ikin të rinë nga Berati? Pse? Pse nuk mund të punojnë këtu? Pse nuk mund të investojnë këtu? Pse? Unë kam parë, të gjithë ne kemi patur shumë qytete të vjetra si